mëngjesi dhe mirë se vini në vlogmas numër 11. Jam bërë gati për të dalë, do dalë të pi kafen, do takoj Nelën me Sjellën. Ta pim kafen të treja dhe kështu, nuk kam asnjë plan për momentin. Thjesht do dalë një herë të pi kafen në mëngjesi. Dua të filloj të bëj një rutinë të re për jetën time. Dhe jo ta pi kafe në 12, se e di po shme e keqa, e pion kafe në 12, po kafe në 2 i bie ta pi shumë orës 5 mesditë, dhe ajo kafe e dytë ka filluar me lë pa gjumë. Ose do pi vetëm një kafe në ditë, ose do të çoj më herët. Por më shkon ai gjumi i mëngjesit. Kështu, vesha këtë kostumin gri nga Zara, është shumë praktik, kisha ca kohë pa veshur, si për pellushin besoj se jam okej, edhe pak parfum të pellushi. Po së vesha shumë trash, se duke diell në fakt. Vesh më mirë palton grim. Kështu. Bëj pak shumë ngjyrat neutrale, apo mirë duke, mirë jam mirë. Shtojmë pra parfum, që e bëjmë këti parfumit zbor. Edhe pse mbaron shpejt parfumi pastaj. Tani, do ha pak paletone, se s'kam gjën asgjë, ose më saktë ta marr me vete. Okej, thjesht pa marr me vete dhe e ha në makinë. Do veshim sambat, sot kam me këto shumë kohë pa i veshur. Edhe dalim. Hi njerëz, e pim edhe kafen. Po gjeja muzik shqip te Radio 92, keni muzik shqip. Në qoftë se do me gjoni muzik shqip në makinë. Dhe tani po iki për shtëpi, u ktheva që të marr jorganin në pastrim kimik, e kishim bërë gati. Thjesht nuk e kishim paketuar, kështu që prita 2-3 minuta sa e paketua dhe e kam mbrapa. Dhe do iki në shtëpi, ta hap të vë çarçafët e rinj, se i kam lar, i kam bërë gati. Dhe doja që t'i vija kur të fësidhja dhe jorganin. Edhe kështu. Ka kohë të mirë, sot dua të merrem çik edhe me pastrimin e verandës. Nuk është se rrim, se tani sa do është ftohtë, po të paktën ta pastroj, të nxjerr edhe kam hequr shiltet synxherin e karigeve që kam jashtë për verandën, bishën se do e pastroj, po i nxjerr ato, ndoshta para ditë kur është pak diell dhe mund të rihet pak, se pastaj bëhet shumë ftohtë. Kështu, këto dy prioritete kam sot. 3 më saktë, se do të pastroj dhe tualetin e vogël të dhomës tonë të gjumit. Nuk e di, që mendimi keni ju për energjinë e njerëzve? Unë për shembull nuk e kam besuar kur, thosha, nuk e kam besuar kur të marrit më sysh ose xhelozisë e njerëzve, nuk e kam besuar kur. Po, muajin e fundit, domethënë, unë e kam thënë gjithmonë, edhe kur kam diçka të mirë që më ka ndodhur, kur kam diçka të keqe që më ka ndodhur, unë jam e tipit që e shpreh me njerëzit që kam afër, e shpreh. Dhe 2025 për shembull në përgjithësi si për mua dhe për Klajtin ka qenë një vit relativisht i mirë, të pakti kryesor u futëm në shtëpinë tonë, e kështu në përgjithësi na kanë ecur gjërat mirë. Dhe gjatë muajt, 2 muajt e fundit, të them pak a shumë, ose gjatë muajt nëntor ndoshta. Kisha shumë gjëra, si për pjesën e punës, ashtu edhe disa gjëra të tjera personale, që më shkonin shumë mirë, ishin shumë okej, deri në një farë pike, pastaj akon nga hiçi thjesht nuk realizoheshin. Edhe nuk e di njerëz, fillova të besoj energjisë negative të njerëzve, thashë se nuk ka mundësi tjetër. Dhe unë kam vendosur që nga tani e tutje, çfarë do lloj gjëje që do më ndodhe, nuk do e ndaj më me njëri. Kam filluar të besoj shumë kësaj energjisë negative, se s'ka mundësi tjetër, nuk jap të shpjegim tjetër. Që gjërat të shkojnë shumë mirë, deri në një farë pike, dhe në atë momenti që duke sikur, okay, do realizohen, dhe unë atëherë preferoj që t'i ndaj me njerëzit që kam afër. Po do t'i pse thjesht gajçin, domethënë kontakti për shembull që kisha me një person për X punë personale, se nuk dua që t'i futem me detajeve, thjesht dukeshin, nuk merja si kontakt, ose thjesht nuk realizoheshin kështu nga hiçi. Pa, nuk e di, fillova të besoj shumë kësaj energjisë të njerëzve.
Se ndoshta edhe ata njerëz e bëjnë pa të keq, por thjesht ndihen xheloza. Jo të gjithë ju bëhet qefi dhe gëzojnë për ty njësoj, përveç familjes askush tjetër nuk gëzon edhe lumturohet për arritjet e tua. Kështu që u rekomandoj dhe juve, mos i ndani më gjërat me njerëz, thjesht me familjarët tuaj, po me personat e tjerë mos ndani asgjë, se nuk ju bëhet qefi fare për ju ta dini këtë gjë. Dhe unë kam vendosur që nuk do ndaj më asgjë me askënd. Unë gëzohem shumë, lumturohem shumë për arritjet e tjetrit, sinqerisht më bëhet shumë qefi të shikoj njerëzit që kam për zemër, njerëzit që kam afër, të shikoj sa më mirë, sa më të kompletuar, sa më të arrir, por me sa duket jo të gjithë ju bëhet qefi njësoj. Erdhe në lagje tani, të parkoj makina edhe të futemi në shtëpi. Sot do realizojmë patjetër reelsin, se vajti vonë për postimin në Instagram. Jo se jam aq vonë, po unë dua t'i vëj gjërat para, kështu që sot ka kohë të mirë të realizojmë dhe reelsin për produktet skincare të Style Evanës, sepse kam për ta postuar në Instagram. Edhe sa kështu mbritë në shtëpi. Po e hap kamerën pas 5 orësh. Nuk e di sa kohë ka kaluar që kur u fola për herë të fundit, po kur isha duke u kthyer në shtëpi që kisha marrë dhe organin, dhe erdha në shtëpi unë dhe thashë duhet të bëj atë videon për Instagram. Bëra maska me kolagjen, po maska me kolagjen do 3 orë që të veproj, kështu që u humba, u harrova, duke ndëntur, shtrirë, duke bërë scrolling telefon, thjesht kam dhënë qiellën, nuk kam bërë absolutisht asgjë. Tani që më mori kurierin telefon, dhe më ka ardhur një pako nga Zara, është ai pellush i famshëm pra që kam porositur edhe më vonu kaq shumë. Edhe u kujtova që thash më se merret e pakoja, po hap dhe kamera do bëj unboxing. Ndërkohë që e shoh dhe unë me ju. U vonu shumë kjo pakoja. Gocave, motrave, porositë e Black Friday ju kanë ardhur me kohë. Mua e fundit. Ngjyrën e paska shumë të bukur, shkajni, është kafe e errët. Sa të bukur e ka ngjyrën. Edhe kështu që nga i but i mirë. Ky paska dhe pull, jo e paska më bërthejnë kështu. Kishte edhe një rip në mes. Që nga i bukur. Shumë i bukur që nga po më pëlqen. Të bukur kishte që kishte edhe këtë ripi në mes. Kjo edhe thjesht lidhe i këto ripi. Ose shof tani. Po përbëj ta lidh. Kështu duket e pellushi, si o duket, të kita shof në pasqyrë, po sa shof tek ekrani i vogël i kamerës. Më pëlqen, ka thjesht ky ripi duhet shtrënguar pak më shumë këtu në bel, po mos po e lidhja dot. Okej, se shkova e pash edhe ande nga pasqyra dhe po më pëlqen shumë, më pëlqen fakti që është me këtë gjatësinë mesatare deri poshtë ditëve dhe të mban ngrohtë dhe njëkohësisht nuk është aq i bezditshëm dhe jo i rehatshëm sa ç'shpellushi tjetër i bardhë që kam, sepse ai nga që vjen shumë i gjatë, nuk është se është shumë praktik për ta veshur, si të them, easy, që thjesht e krave edhe delësh pak më i ngrefur, le të themi kështu, ndërsa ky është goxha më praktik, do shkoj shumë edhe pantallona me xhinse, kështu që më pëlqen goxha edhe ngjyrën që ka këtë kafen e pjekur, e ka shumë të bukur. Tani unë mora me ulje këtë për Black Friday, nga 100.000 lekë mora 60, por ndërkohë e pash tek aplikacioni që ishte bërë special prices dhe kishte vajt me 50% ulje dhe ishte bërë 50.000 lekë, kështu që ju tregova kodin. Unë kam marrë masa small më ri shumë mirë, kështu që kush do ta blej tani e keni me 50% ulje, nga 100.000 lekë e keni vetëm 50.000 lekë. Po e varë në varës edhe pellushi dhe ka ardhur momenti që të shtrojmë jorganin dhe çarçafat e rinj. Etiketën si ja hoqja, po s'ka gjë si ja heq më vonë.
të vëngi organi, pjesa më e vështirë e shkrimit të çarçafëve në dimër, është vendosja e organit, është e sigurt. Shikoni sa e bukur ishte ky setting e Jusku? Edhe shumë mirë. Dhe krevati jonë është super gjigant. Ju përshtatën për masat super double. Kemi në korridor gjithë këtë dollapin e madh të këpucëve, por atletit e Klajdit janë aq shumë sa nuk më nxë. Dhe gjysmat janë akoma aty jashtë siç i pat. Dhe prapë nuk kam ku t'i fus, kështu që po mendoja. Këtu kemi një depo në të vogël. Ta është të vogël jo, sa më kanë zënë 700 gjëra. Dhe po mendoja të krijoja aty një 2-3 rafte dhe të fusej gjithë të këpucët. Dhe kemi praktike direkt sa del nga hyrja e shtëpisë. Ja dhe veranda dritë. Erdhëm në tualetë në njerëz të lajë pak fytyrën dhe të bëjmë skincare-in e darkës dhe të të shtrihen pak herët sot. Nuk është se bëjmë ndonjë gjë interesante, dhe kisha planuar të dilja pas dite, por pastaj thjesht më duk ftohtë, përtova edhe nuk dola, kështu që kuj prodhua skincare nuk do jetë shumë interesant, por this is life. Nuk kemi çfarë bëjmë, kështu është jeta. Tani të laj pak fytyrën edhe të vazhdoj të lexoj librin tim shtrirë. Mbarova në skincare-in e darkës, këtu po mbyllim edhe këtë vlogmas. Mos harroni të bëni like video, subscribe, komentoni çfarë ju të keni dëshirë dhe bashkë të shihemi në vlogmasin e radhës. Bye bye.